edhe joshja e Edi Ramës, edhe joshja e presidentit, kryeministit Shqipërisë, që e ka josh disi për do pika jo të mira, presidentin e Kosovës ajo ranë kurthin e Edi Ramës. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë mbrëma, jemi pre emisioni 05, jam sot sheshin e Ferizajt për pyetjen, a duhet jetë Vjosa Osmani presidente? Sipas menimit tem, pasi që ndodhi çka ndodhi, duhet me bën një ligj të ri që mos zgjedh presidentin për popullit e jo për partive. Që nën kupton kjo, duhet jetë apo nuk duhet jetë Vjosa përsëri? Për momentin jo. Pse? Arsyeja është pse, se 5 vjet afat presidenti o ka ndosh kjo me aprovu, me çu ligjin kuvent për me votu populli presidentin e ardhshëm e jo partit politike e me bë pazare partit politike për i president. Unë po du me të pyet për çfarë arsye ndoshta nuk o propozua Vjosa Osmani sipas teje tashmë për president? Po, ju e keni dëgjuar Albin Kurtin, që ka fitu 51%, 51% që është shumë e rëndësishme që populli duhet me përkra 51%, edhe deputetet e tjerë, partive opozitore duhet gjithashtu me përkra shumicën, mazhorancën e Albin Kurtit. Mbështet si Albin Kurti lëvizjes vendosur. Une pse duhet mes me kohën. Na si Kosovë. Ka kalu ku atyve tjerëve? Për do punë po, se gjitha dopsit që i kanë për mas luftës deri 2020, gjitha dopsit janë shoshit, edhe janë zbulu, edhe populli e do një ndryshim. E ka do një ndryshim edhe ka bo ndryshimin 2021. Po du me të pyet edhe të një pyetje tjetër e fundit ndoshta. Para 6 muaje, para një vite, gjithë thuajse në mas të madhe mbështetësit e Albin Kurtit e kanë përkrahur dhe Vjosa Osmanin. Çka ndodhi që ka shpejt me ndryshu edhe qasjen tuaj ndaj presidentës? Shumë ka qenë tandemi mirë Vjosa Osmani me Albin Kurtin, po kohëve të fundit, edhe pse është presidente e zgjedhur, ajo ka ndosh më këshillu me parlamentin, me kuvendin, me partit politike, edhe mos me marrë vendime një anshme, si që i ka marrë. Edhe joshja e Edi Ramës, edhe joshja e presidentit, kryeministit Shqipërisë, që e ka josh disi për do pika jo të mira, presidentin e Kosovës ajo ranë kurthin e Edi Ramës. Ti po thua që Vjosa Osmani ka rënë nën kurthin e Edi Ramës? Besoj se po, se nuk u ka ndosht ajo me ndëgju Edi Ramën, o ka ndosht ajo me kooperu me kuvendin e Kosovës. Me ndëgju se është kryeministër, po? Përfond, që e kisha thonë edhe Vjosës edhe Albinit edhe po të liraj, nëse e shumë këtë video? Unë e kisha thonë ato më unë që pi kafe bashkë, e prap me kooperu për çështjen madhore kombëtare shqiptare. E propozuve që presidenti me u votu nga populli, a do e votoje Vjosa Osmani? Unë e kisha propozu një ide shumë mirë të Adem Salihut, që ai e ka cekë se Heri Bajraktari do të ishte një person adekuat si presidenti Kosovës, se ai është në shtetas i Amerikan, plus shqiptar, me dinitet mirë, do të ishte shumë një surprizë e mirë, edhe një punë e mirë, po Heri Bajraktari presidenti Kosovës për 5 vjetë. Falenderit shumë, kënaqësi që u takuam. Respekt. Respekt, natën e mirë, kaloni mirë.